Nga Gjergj Zefi. Në politikën ndërkombëtare ekziston gjithmonë një moment i shkurtër kur liderët undohen të thonë të vërtetën, një minutë kur diplomacia bie dhe maskat hiqen. Një moment kur një kryeministër evropian mund t'i thotë një presidenti amerikan se bota nuk është kazino ku fuqitë e mëdha hedhin zaret me fatin e kombeve të tjera, por ky moment zgjat shumë pak, sepse menjëherë pas tij vjen realiteti, tregjet, ekonomia, NATO, presioni strategjik dhe frika se çfarë ndodh nëse marrëdhënia me Washingtonin kriset. Kjo është drama e vërtetë e Europës sot. Në publik shumë liderë europian flasin për autonomi strategjike, për një politikë të jashtme më të pavarur dhe për nevojën që kontinenti të mos jetë thjesht zgjatimi i vendimeve amerikane. Në prapasken, ata e dinë se sistemi global ende funksionon sipas një rregulli brutal, pa umbrellën ushtarake dhe financiare të SBA-ve. Europa është shumë e brisht nga sa pranon publikisht. Në këtë realitet të pakëndshëm linde dhe kontrasti mes guximit simbolik dhe pragmatizmit brutal. Një lider mund të imagjinojë se i thot hapur presidentit amerikan atë që shumë europian mendojnë, se politika e forcës po e shtyn botën drejt një spirale të rrezikshme, se Europa nuk mund të jetë gjithmonë pasagjer në një avion që e piloton dikush tjetër, dhe se përdorimi i dhunës mbetet probleme dhe kur justifikohet me qëllime të mira, por pastaj vjen ora tjetër. Dhe në atë orë nuk flitet më për moral, flitet për eksportet gjermane, për energjinë, për bazat ushtarake, për tregjet financiare dhe për faktin e thjeshtë që arkitektura e sigurisë europiane ende varet nga Pentagoni. Kjo është arsyeja pse shumë liderë europian, edhe kur në mendje kanë kritika të forta ndaj Washingtonit, zgjedhin një gjuhë të butë dhe të matur, jo sepse janë të bindur, por sepse e dinë që politika e jashtme nuk është tribun morale, por fushë shahu ku çdo lëvizje ka kosto. Europa në thelb jeton në një paradoks strategjik. Ajo dëshiron të duket si një fuqi e pavarur globale, por në momentet kritike kthehet në realitetin e varësisë së saj nga aleanca transatlantike. Kjo varësi nuk është vetëm ushtarake, është teknologjike, financiare dhe politike. Dhe pikërisht për këtë arsye, shumë deklarata të mëdha europiane për autonomi strategjike përfundojnë shpesh si retorik për konsum të brendshëm. Në fund, politika ndërkombëtare nuk drejtohet nga momentet e guximit, por nga instinkti i mbijetesës së shteteve. Europa mund të ketë një minutë për të thënë atë që mendon, por sistemi global e detyron që pjesën tjetër të kohës të bëjë atë që është e detyruar.